Të nderuar qytetarë, që prej vitit 2020, kur filluam të qeverisim, por pastaj edhe nga viti 2021 tutje, kur u rikthyem në qeveri, jemi përballur me sfida të mëdha globale, sfida këto të cilat kanë vendosur në situata të rënduara edhe vendet më të zhvilluara. Por ajo që mund të them me bindje të plot është se secilës prej këtyre sfidave jemi përgjigjur përsëmbari me seriozitet e sinqeritet dhe kemi ndihmuar secilën kategori shoqërore, natyrisht më shumë ata të cilët kanë më shumë nevojë. Në mandatin e kaluar, krahas përgjigjeve tona me pakun për përballje me inflacionin si masë urgjente në njërin anë, kemi nisur edhe iniciativën për krijimin e ligjit që në publik njihet si ligji për çmimet tavanore në tjetër. Kjo jo për ta penguar rritjen e zhvillimit të askujt, përkundrazi për të evituar keqpërdorimet në emër të krizave të vazhdueshme dhe rritjen apo fryrjen artificiale të çmimeve. Por ngjajshëm sikur shumë iniciativa të tjera, edhe ky ligj u pat sfiduar pas aprovimit në të dy leximit në Kuvendin e Republikës në gjykatën kushtetuese nga ana e opozitës. Dhe ja ku jemi shumë muaj pas me kriza të reja në sfond global që tash këto kriza e prekin edhe xhepin e qytetarëve tonë. Andaj po e risjellim për miratim këtë projekt ligj që vjen si përgjigje domosdoshme ndaj një realiteti e përvoje që qytetarët tonë kanë përjetuar. Rritje të papritura të çmimeve, paqartësi në treg dhe mungesë e mekanizmave efektiv për mbrojtje e ruajtje. Me këtë ligj ne nuk po hyjmë në tregun e lirë, por përkundrazi po e mbrojmë lirinë e tregut nga abuzi.